Kryeministri Edi Rama, njëkohësisht kryetari i Partisë Socialiste, gjatë takimit që pati me shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Athinë, u kërkoi atyre votën në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Ai premtoi futjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda mandatit të 4 qeverisës nëse fiton zgjedhjet dhe u tha të pranishmëve se brenda vitit 2027 jemi gati ta mbyllim kapitullin me ju dhe brenda një dekade të jemi bashk. Kur ne prindërit tu erdhëm këtu, u detyruan të bëjmë shumë gjëra për të mbijetuar. U detyruam ta ulin kurrizin deri në tokë për të mos e humbur betejën. U detyruam të bëjmë punë që ti, biri apo bia jon, as nuk mund të imagjinosh sot që i ke të gjitha të mirat dhe shkon në shkollë, shkon në universitet dhe të duket se jeta ka qenë gjithmonë kështu. Por të gjitha këto i bëm për ty, i bëm për ju, dhe tani jemi shumë të lehtësuar sepse juve duhet ta respektoni atë kryqin e bardhë në flamurin e Greqisë, sepse është vendi që ju ka adoptuar, por ama nuk keni nevojë që shqiponjën në flamurin e kuq ta harroni apo aq më keq ta ndroni. Ju jeni shqiponja dhe ju do t'jeni gjithmonë shqiponja. Dhe me pasaportën europiane të shqiptarëve dhe të shqiptareve, ju do të uleni në çdo tryezë të Europës për gjithmonë si shqiponja.